Romani Jam Mysliman, i shkrimtarit dhe publicistit Ben Blushi, promovon në Vlorë në praninë e dashamirësve të letërsisë, përfaqësuesve të pushtetit vendor, intelektualëve si dhe deputetëve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike të Qarkut të Vlorës. Që jeni këtu sepse është shumë kënaqësi të shohësh njerëz që e dashurojnë librin ose që janë kurioz për identitetin e vet. Mendoj. Kemi qenë një popull musliman, ose shumica e popullisë nuk kanë qenë musliman. Pse u bë musliman? Sepse u pushtuan. Pra erdhi një perandoria turke në këtë rast, na pushtojnë në shekullin e 15, na mbajnë pushtuar 5 shekuj, shkatroi si thosh lidhjen tonë me Evropën, e shkatroi komplet e preu me gëshër të ashpër ushtarake, politike, kulturore, fetare, e preu, dhe ne humbëm 5 shekuj. Humbëm 5 shekuj dhe për 5 shekuj tonë ka qenë errësirë. Njerëzit që lexojnë histori, ka shumë burra këtu e gra që lexojnë histori, besoj, më shumë se unë. E dinë që kur vdi Skënderbeu, deri nga shekulli 18-19, kur filloi rrymja kombëtare, janë 3 shekuj bosh. Bosh, historia është zezez. Unë për shembull tani jam duke shkruar një libër për historinë e Tiranës, e kam mbaruar, e botoj në tetor, edhe kam gërmuar shumë për të kuptuar çka ka ndodhur nga shekulli 15 deri në shekullin 18. Nuk ka asgjë. Është bosh. Se to që do ta lanë shkruajnë. Derisa vdi Skënderbeu ne shkruajmë në shqip. Buzuku, Bogdani, ta ishin ca pritrin që shkojnë në Shqip. Dhe që do ishin pushtuar, do vazhdojnë të shkojnë në Shqip ata. Do bënin shkolla në Shqip. Edhe turqit i hoqën të gjitha. 4 shekuj ne nuk shkruajmë. I vetmi popull në Ballkan pa gjuhën e vet. Pse? Ne hoqëm pra, na pushtuan. Dhe me që na pushtuan për na çuar deri në fund, na detyruan bëhemi dhe musliman. Pse po e them këtë? Kjo është fakt historik, nuk kemi se si e ndryshojmë sot. Po e them për treguar se edhe ky personazh në fund fare u bë musliman në kushtet terrori. I pak e terrorizuar nga gruaja, pak nga komshirët e vet që ishin islamik, u kthye edhe ky. Pra si thosh, bëj biseda për këtë libër. Se kjo është një pjesë në mënyrë simbolike nga historia jonë. Kjo është historia jonë që na pëlqen, s'na pëlqen. Disa e pranojnë, disa s'e pranojnë. Ne u pushtuam 5 shekuj edhe ndrum fen me dhomë. Po. Ky është thelbi. Po, patjetër. Aktiviteti u shoqërua në diskutime të shumta rreth veprës e cila që ngadalë janë të ka ngjallur interes dhe debate për tematikën që trajton. Të pranishit shfrytzuan rastin për të bashkëbiseduar me autorin dhe për të ngritur pyetje mbi mesazhet që përcjell romani Jam Mysliman. Në intervistën e tij për Blu Televizion, Ben Blushi sqaroi se romani Jam Mysliman nuk është një libër kundër fesë, por një vepër që trajton fenomenin e radikalizmit dhe pasojat që ai sjell në shoqëri. Vlorë, ke zgjedhur sërish Vlorën për të promovuar një nga botimet e tjera që sjell Ben Blushi si shkrimtar. Ishte kënaqësi që para një bisedë shumë të gjallë dhe interesante me shumë qytetarë të Vlorës, me lexues, me njerëz që konsumojnë letërsi. Natyrisht në këtë rast biseda shkon në përfunde të tjera, siç është për historia apo fet, raporti i Shqipërisë edhe shqiptare me fet. Po në fund fare libri është letërsi, pra nuk është një libër historik, as një dokument, as një trakt, është thjesht një letërsi, kështu që shpresoj që qytetarët e Vlorës ta pëlqejnë edhe kënaqësi për mua, sa herë vim në Vlorë. Mesazhi që përcjell Mysliman me pak fjalë. Libri që pretendova sot në Vlorë, Jam Mysliman, është një libër kundër ekstremizmit fetar. Ekstremizmi i dëmshëm çdo rast, qoftë fetar, politik, kulturor, nacionalist, po në këtë rast ky libër merr me ekstremizmin fetar dhe shpresoj që i tregon njerëzve se pse ekstremizmi fetar është i dëmshëm dhe cënon shoqërinë tonë, bashkëtesën tonë. Sipas autorit, romani synon të nxjisë reflektim dhe debat mbi sfidat e bashkëtesës, tolerancës dhe lirisë së individit. Promovimi në Vlorë u zhvillua në një atmosferë plot interes, duke kthyer takimin në një forum diskutimi mes autorit dhe të pranishëve, jo vetëm për letërsi, por edhe për çështje të tjera të cilat prekin shoqërinë moderne. Në fund, publicisti Ben Blushi firmosi edhe kopje të librit dhe u fotografua me lexuesit e pranishëm duke përcjellë me ta edhe diskutime rreth botimit të këtij romani.